paralelizoja edhe me protestën, se si po e përjeton protestën Partia Demokratike, po përpara kësaj, flasim pak për zgjedhjet e fundit brenda Partisë Demokratike, një staf të mrekullueshëm, jam gati, tha zoti Berisha, kam stafin më të mirë tani me këtë riformatim të kësaj force politike. Ajo që ra në sy në fakt ishte emri juaj, shumë përfolur gjithashtu, se jeni vendosur aty vetëm 1 orë gjysmë përpara se të votohej përballë zotit Noka, një figurë kjo solide dhe shumë e rëndësishme brenda Partisë Demokratike, jo se ju nuk jeni, po sigurisht posti që ai mbane, kam fjalën. Absolutisht, e kuptoj idenë që thoni dhe mund Më jep një koment në lidhje me atë se çfarë u përfol në fakt. Është më mirë t'i shuani ju këto zëra. Pse ju e pranuat që emri juaj të vendosej vetëm 1 orë gjysmë përpara dhe ai ishte ky një emër i vendosur fiktivisht kur dihej rezultati dhe përfundimi? Atë do ta sqaroj me shumë kënaqësi, faleminderit që më dhe rastin. E para njerë punës, emri im është vendosur bashkë me gjithë emrat e tjerë. Pra në momenti që janë publikuar dhe emrat e tjerë, është publikuar dhe emri im. Pra nuk është se kam marrë, patjetër që jam telefonuar, dhe propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Nëse do dohet kishe më shumë kohë, po jo, kjo është një gjë tjetër, por nëse nuk mund të them asgjë për këtë, përderisa dhe gjithë tjerët, që kush do të garante morën vesh vetëm në atë moment që në cilin e ka marrë ose ka qenë. Në atë moment e ka marrë vesh, si puna juaj, 1 orë gjysmë përpara. Po, absolutisht, kanë qenë për gjithë tjetër. Tani nuk mund të them dot për flamur nëse ka marrë vesh apo 1 orë gjysmë, por me siguri asnjë askush nuk ishte fare idenë që se do të garante, nëse do të ishte unë e kam mirë pritur, sepse e kam quajtur si një vlerësim nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike. Patjetër që nuk kam pas pritshmëritë, ndoshta përfituar sepse përballesha tamam siç e thatë dhe ju që me numrin 2 të Partisë Demokratike dhe me një njeri që ka vite aty që merret me strukturat e Partisë Demokratike dhe njeh shumë mirë se mua, jo të Lushnjës, po pjesën tjetër të gjithë Shqipërisë. Kështu që Robi, unë nuk kam hyrë në parti politike për të qenë vetëm ushtar, patjetër duke qenë se kam vite që kontribuoj, çdo herë që do të futesh garë, do të futesh për fituar, patjetër që Robi futet në garë edhe për të vlerësuar ose për të parë se sa i vlerësuar jetë e demokratët, ose se sa për këtyre 5 vite kontributi si deputet. Ishe ti vlerësuar në këto zgjedhje pavarësisht të rezultatit në raport me zotin Noka? Absolutisht që po, unë mendoj se ishte një përfaqësim. Nuk pata kohë, thashë njerë, më dhe është një garë në të cilën njerëzit vlerësuar në pikpamje të parë për atë që unë përfaqësoj. Kështu që jam goxha i vlerësuar.